Në një vend ku shteti pretendon se ka rende siguri, rrugët janë kthyer në një skenë krimi dhe dhuna ka hyrë në çdo shtëpi. Atentate mafioze, vrasja brenda familjes, përleshje me thik dhe një polici që shpesh mbërrin pasi gjithçka ka ndodhur. Ngjarjet e fundit janë ato që në Rinas kanë bërë dhe një herë të qartë, as aeroporti vetëm ndërkombëtar nuk është më i sigurt. Në mes të ditës, vetëm pak larg hyrjes në aeroportit Nën Tereza, u ekzekutua në një mënyrë mafioze Gilmando Dani, i i grupit të Emiliano Shullazit, ndërsa u plagos rënd Mucho Sheqeri, agenti AMP-s. Skena ishte e ngjashme me një film kriminal, por kjo ndodhi në realitet në zonën më të mbikëqyrur të Shqipërisë. Sipas hetimeve, Dani dhe Shaljani sapo kishin dalë nga aeroporti pasi ishin kthyer nga Barcelona, teksa po drejtoheshin për një makinën e tyre tip Benz. Një person i maskuar kishte ndjekur që nga terminali, duke komunikuar me autorët që ndodheshin në një Toyota të parkuar pranë rreth rrotullimit. Në momentin që informatori dha sinjalin, autorët u afruan dhe hapën të zjarr me 3 kalashnikov. Breshëria e plumbave shpoi makinën e viktimave dhe fasadat përreth, duke futur në panik dhjetra qytetar që ndodheshin aty. Njëri prej autorëve zbriti nga automjeti, ju ofrua makinës së Danit dhe e qelloi nga afër për t'u siguruar se ishte ekzekutuar. Pas ngjarjes, autorët u larguan me shpejtësi drejt fushkrujes dhe dogjen makinën më afër në fshatin Halil. Pamjet e siguruara nga kamerat e sigurisë tregojnë çdo lëvizje, një hallk kyçe që policia po e kërkon ende, por ndërsa hetimet zvarriten, pyetja mbetet, si është e mundur që një atentat i tillë të ndodhë në daljet e aeroportit të vendit, në sytë e policisë, kamerave dhe sigurisë. Atentati në Rinas nuk është thjesht një vrasje, por është një dështim i thellë institucional. Në një zonë ku çdo makinë, çdo person dhe çdo lëvizje monitorohet, autorët arritën të vepronin, të qellonin, të ekzekutonin dhe më pas të largoheshin pa gjurmë. Kjo nuk është një çështje krimi, është çështje shteti. Në çdo vend normal, një ngjarje e tillë do të çonte në dorëheqje ministrash, hetime të thelluara dhe alarm kombëtar për sigurinë. Në Shqipëri, gjithçka kalon si një statistikë e re në tabelat e qeverisë. Në të njëjtën ditë që qytetarët tronditeshin nga atentati në Rinas, ministre e Brendshme Albana Koqiu deklaronte në kuvent se Shqipëria është vend i sigurt. Sipas saj, në 9 mujorin e parë të vitit janë regjistruar vetëm 29 vrasje me dashje dhe 41 në vite më parë, dhe se zbulueshmëria e krimeve është në nivele rekord. Në fakt, unë do doja ta nisja fjalën time me një përshkrim që Shqipëria është e sigurt, madje shumë e sigurt se shumë prej vendeve ku jetoni ju. Dhe këto në fakt nuk janë fjalët e mia, është përshkrimi që i ka bërë vendit ton në vitin 2025 udhërrëfyesi më i famshëm turistik në botë, Lonely Planet. Dhe nuk është i vetmi. Në faqet e mediave më të njohura ndërkombëtare, në portalet e ambasadave të huaja, në çdo raport dhe në çdo përditësim zyrtar përsëritet e njëjta fjali. Shqipëria është një vend i sigurt. Dhe mjafton të referohemi fakteve dhe shifrave që janë shumë më kokëforta se çdo lloj perceptimi apo aludimi që mund të bëjmë këtu. Janë 12 milion turistë që zgjodhen të vinë këtu. Një rekord investimesh, mijëra qytetarë që hapin biznese, blejnë prona, ndërtojnë jetën e tyre këtu. Secili prej tyre një dëshmi e qartë e besimit që ka fituar ky vend. Një besim që ndërtohet aty ku ka rend dhe siguri dhe patjetër edhe liri. Një merit thelbësore sigurisht në këtë transformim të jashtëzakonshëm ka edhe nxjerrja përfundimtare e vendit ton nga çdo listë e zezë ku e gjetëm pak vite më parë. Në vitin 2025 kemi vendosur një tjetër gur të palëvizshëm drejt rritjes mëtejshme të sigurisë për qytetarët. Dua të nënvizoj këtu disa nga arritjet kryesore. 94% e zbulueshmërisë sa i përket veprave penale. E thënë ndryshe, në 20 vepra penale, 19 prej tyre zbardhen në kohë dhe autorët ndalohen. Po punojnë patjetër që të arrisim më tej. Janë 65.5 milion euro asete dhe pasuri kriminale të konfiskuara apo të sekuestruara. Nuk është e largët koha kur vlera e këtyre pasurive nuk i kalonte vlerën e pak milionëve. 0 turist të huaj viktima të krimeve të rënda në Shqipëri. Mikpritja jonë si vlerë, së bashku dhe patjetër me punën e lavdrueshme të policisë shtetit ka dhënë rezultate të shkëlqyera.
Lajmi mirë është gjithashtu dhe ulja e numrit të krimeve të rënda përfshi dhe numrin e vrasjeve me dashje. Në 9 muajt e parë të këtij viti, pra thjesht vetëm po t'i referohemi statistikave, u regjistruan 29 vrasje me dashje. Për krahasim, në vitin e lëm pas patëm 41 vrasje për të njëjtën periudhë. Dhe kjo nuk është një dhuratë që vjen nga lart, por rezultati i qartë i luftës frontale dhe pa kompromis kundër krimit organizuar. Si dhe shumë e rëndësishme ka qenë dhe reduktimi i aksidenteve të rënda me pasoja fatale në rrugë me 17% ulje në krahasim me një vit më parë. Të gjitha janë një kornizë e qartë e punës dhe e përpjekjes së përbashkët. Sa i përket krimit organizuar dhe krimeve të rënda, Shqipëria ka shënuar progres të dukshëm në luftën kundër krimit organizuar dhe krimeve të rënda. Raporti i Komisionit Evropian për këtë vit vlerëson se vendi ka përmirësuar kapacitetet e strukturës posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, përdorimin e hetimeve financiare paralele dhe kuadrin ligjor mbi substancat psikotrope. Nxjerrja e Shqipërisë nga lista gri e FATF-s në fushën e parandalimit pastrimit parave dhe financimin e terrorizmit është një tregues tjetër i rezultateve pozitive. Lufta kundër krimit organizuar po zhvillohet gjithmonë më shumë me një qasje proaktive në 2 dimensionet e saj, parandalimin dhe goditjen. Vetëm në 9 muajt e parë të vitit 2025 u zhvilluan 1121 hetime proaktive me fokus krimin ekonomiko-financiar, trafikimin dhe narkotikët. Sa i përket pastrimit parave dhe goditjen e pasurive kriminale, vetëm nga SPAK gjatë vitit fundit u sekuestruan apo konfiskuan 65.5 milion euro asete kriminale. E gjithë kjo pasuri rikthehet në buxhetin e shtetit dhe vihet në shërbim direkt të qytetarit, duke financuar shërbime sociale apo programe të dedikuara për rritjen e sigurisë në komunitet. Kemi bërë patjetër progres të jashtëzakonshëm krahasuar me kohën kur një vit mbyllej me jo më shumë se vetëm disa milion euro pasuritë sekuestruara. Sa i përket rendit dhe sigurisë publike, gjatë muajit janar-shtator 2025, pra 9 mujorit të parë të këtij viti, norma e zbulimit të veprave penale është mbi 95% dhe kjo nuk është një shifër e vogël. Numri i vrasjeve me dashje, siç e theksova edhe më parë, është në minimumet e tij, është reduktuar nga një mesatare prej 2 vrasje në javë, me cilën e gjetëm Shqipërinë në një mesatare prej 1 vrasje në 2 javë. Është përsëri shumë, por shumë më pak, pothuajse 4 fish më pak se një dekadë më parë. Shpërbërja e grupeve kriminale si dhe lufta pa kompromis ndaj krimit organizuar është një ndër arsyet kryesore përse niveli i veprave të rënda penale në vend është reduktuar. Në kuadër të kultivimit të lëndëve narkotike, është rritur forcimi i kontrollit të territorit për 9 muajt e parë të këtij viti. Në total janë identifikuar dhe azgjesuar nga strukturat e policisë shtetit gjithsej 195.000 bimë narkotike, janë zbuluar 103 raste, 178 shtetas të implikuar, nga cilët 96 persona të arrestuar. Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 24, për këtë periudhë të vitit 2025 është rritur me 4.5% niveli i zbulueshmërisë. Gjithashtu janë identifikuar 1284 vende kultivimi dhe për herë të parë në bashkëpunim dhe me shtabin e përgjithshëm të forcave të armatosura në luftën kundër narkotikëve, kemi përdorur edhe kapacitetet më të avancuara të ushtrisë shqiptare, siç janë dronët Bayraktar me qëllim kryerjen e monitorimit ajror të territorit. Gjithashtu, në një bashkëpunim më afatgjatë, kemi me Guardia di Finanza dhe absolutisht që dhe në këtë drejtim bashkëpunimi është fuqizuar më tej në shumë misione monitorimi nga ajri dhe në shumë koordinata të dyshuara. Sa i përket armëve të zjarrit, vetëm pak ditë më parë, po është e vërtet ajo që thatë ju zoti Balliu, policia e shtetit zbuloi një arsenal të vërtet luftarak të gjeneratës fundit dhe vendosi në pranga përgjegjësit. Dhe ky është rasti më i fundit në një vit në të cilin goditja e fenomenit të armbajtjes pa leje ka arritur në një nivel rekord. Vetëm gjatë periudhës së raportuar, strukturat e policisë së shtetit, pra gjatë 9 mujorit të parë të vitit 2025, strukturat e policisë së shtetit kanë zhvilluar më shumë se 1000 aksione për zbulimin e armëve të zjarrit. Deri në fund të këtij viti do të jetë jam e sigurt një nga vitet më të suksesshme sa i përket goditjes së fenomenit dhe numrit të aksioneve të zhvilluara me qëllim për të goditur pikërisht këtë lloj fenomeni. Do dua të përmend këtu dhe sigurinë e sezonit turistik 2025, sepse shumë e rëndësishme ta themi dhe këtë,
Policia e Shtetit ka përballuar me sukses edhe detyrimet për një sezon turistik të sigurt, në të cilin nuk patëm asnjë ngjarje të rëndë kriminale. Policia e Shtetit ka qenë e angazhuar maksimalisht për garantimin e rendit dhe sigurinë publike në çdo skaj të Shqipërisë, nga zonat malore, bregdetare dhe destinacionet turistike të vendit. Në zonat e plazheve u angazhuan patrulla për të rritur prezencën policore, për të ardhur në ndihmë pushuesve. Në total mbi 1700 efektiv u angazhuan për të garantuar sigurinë e plot. Gjithashtu u ngritën 6 stacione policie provizore në Valbon, në Tale, në Gjirin e Lalzit, në Palas, në Ksamil dhe në Kalan e Komanit për të ofruar shërbim më të shpejtë dhe më pranë turistëve. Për të kaluar tek siguria rrugore. Nga muaji janar deri në muajin shtator 2025, edhe në këtë pikë ka një trend ulës prej 17% të aksidenteve krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024, pra gjatë vitit 2024 shënonim një nivel të 155 jetëve të humbura, ndërkohë që aktualisht kemi 17% më pak reduktim. Është një shifër patjetër që flet qartë, duke llogaritur se në krahasim me vitin 2013, për shembull, nëse do donin bënim një bilanc, ishin mbi 300 persona që humnin jetën në aksidente rrugore, dhe të kesh parasysh që në vitin 2013 kishim rreth 450.000 automjete në qarkullim, ndërkohë që aktualisht që flasim kemi mbi 1 milion automjete në qarkullim, pra kemi një reduktim me 4 herë më pak të aksidenteve rrugore në raport me numrin e automjeteve që qarkullojnë. Por, çfarë vlere kanë shifrat kur plumbat bien në daljet e aeroportit dhe qytetarët nxjerrin të plagosurit nga makina para policisë, në një kohë ku agentët e AMP-s qëllohen me armë automatike, ministri mberet me raporte statistikore dhe perceptimin e sigurisë. Në vend që të pranojë dështimin, ajo zgjedh të lavdërojë aksionet për monopatinat. Sigurisht që edhe monopatinat që i prekët si shqetësim janë një burim aksidenti shumë i madh, referuar shifrave të policisë shtetit janë mbi 1000 aksidente të ndodhura nga fillimi i këtij viti. Në fakt dhe po t'i referohesh faktit që jo në të gjitha rastet policia e shtetit njoftohet për këto aksidente, pra vetëm nga policia e shtetit kur është njoftuar janë 1000 raste, nuk janë pak. Dhe patjetër që monopatinat janë një rrezikshmëri e madhe për gjithë qytetarët, kështu që patjetër që ne ndërhyjmë dhe në këtë pikë, duke i pezulluar përkohësisht dhe duke na dhënë mundësinë që ne ndërkohë të ndërtojmë një bazë ligjore ku të qartësohet dhe të standardizohet dhe të normalizohet mënyra se si këto mjete motorike të duhet të lëvizin edhe të qarkullojnë, duke patur parasysh edhe të gjitha standardet e sigurisë që do duhet të respektohen. Ironia në fakt është therse, ndërsa në rrugët e vendit dëgjohen krisma armësh, në zyrat e qeverisë dëgjohen fjalime për modernizimin e sigurisë. Vetëm pak ditë më parë, Shqipëria u trondit sërish në një val vrasjesh, me thikë dhe ngjarje të rënda në familje, në Durrës, Berat dhe qytete të tjera. Njerëzit po vriten brenda shtëpive të tyre, shpesh për motive të pakuptimta. Në Shkallmur, 25 vjeçar vrau babain e tij 69 vjeçar. Në lagjen numër 12 në Durrës, u gjeti pa jetë Valbon Beqiraj me plagë të shumta thike. Në Berat, një debat banal përfundoi në vrasjen e Keli Hoxhës nga një 63 vjeçar. Edhe në rrugën Tiranë-Durrës, një grindje për një parakalim degeneroi në vrasje me thikë. Në vetëm pak ditë, 4 ngjarje të rënda me armë të ftohta, të gjitha në vendbanime, mes njerëzve ditë të zakonshme. Kjo nuk është më kronikë e zezë, është pasqyra e një shoqërie që po tretet në dhunë. Raportet e Ministrisë së Brendshme mund të flasin për rënien e kriminalitetit, por realiteti i përditshëm është krejt tjetër. Njerëzit po vriten në rrugë dhe shtëpi, autorët kapen me vonesë ose zhduken sepse shteti flet për suksese. Në të njëjtën javë, ku ndodhen atentate dhe vrasje, policia del në terren me mision tjetër, sekuestrimin e monopatinave elektronike. Sipas ministres Koqiu, këto mjete përbojnë rrezik për qytetarët dhe duhen ndalur derisa të rregullohet baza ligjore. 10 monopatina u sekuestruan në Tiranë, ndërsa policët u fotografuan krenar pranë tyre në një imazh ku u publikuan në rrjetet zyrtare të policisë me mbishkrime aksione për sigurinë rrugore. Por ndërsa krimi i organizuar vepron me Kalashnikov dhe qytetarët vriten në shtëpitë e tyre, shteti i del zot rrugëve për të ndalur monopatinat në një vend ku dhuna është bërë e përditshme. Ky veprim u duk si karikaturë një qeverie të shkëputur nga realiteti. Shumë qytetarë kanë reaguar, në fakt kanë bërë edhe ironi.
Nëse je me monopatin, të ndalon policia dhe nëse ke Kalashnikov, ndoshta s'të vë njëri re. Shteti është i fortë me të dobtit dhe i dobët me të fortët. Policia ka kohë për monopatinat, por jo për grupet që kontrollojnë tregun e drogës, tenderat publik apo dhe ekzekutimet mafioze në mes të ditës. Në vend të reformës reale në polici, po bëhet show me gjoba dhe nisma të kota që shërbejnë vetëm për imazh politik. Ky aksion nuk tregoi kujdes për sigurinë rrugore, tregoi shkëputjen dramatike të politikës nga realiteti. Në një shoqëri që kërkon mbrojtje, shteti ofron fushata për rrotat elektrike. Atentati në Rinas, vrasjet në familje dhe dhuna e përditshme tregojnë një realitet të frikshëm. Askush nuk është më i sigurt, as personat e njohur, as agentët e shtetit, as qytetarët e zakonshëm që kthehen nga puna. Në këtë vend, siguria është kthyer në iluzion dhe ministria që duhet të garantojë e përdor si slogan politik. Kur vrasjet ndodhin në mes të ditës dhe policia flet për monopatina, është e qartë se shteti ka dështuar në detyrën e tij të parë të mbrojtjes së jetës. Në Shqipërinë e statistikave ka 95% zbulueshmëri dhe rend të garantuar. Në Shqipërinë e realitetit ka njerëz që vriten për një fjalë goje, atentate në daljet e aeroportit dhe ministria që flasin për ulje të kriminalitetit. Ky kontrast është thelbi i krizës, një shtet që mat sigurinë me tabelë Exceli, por nuk arrin të mbrojë qytetarin nga plumbi, nga thika apo dhe nga vetë frika. Plumbat do të bien në shifje më shpejt se shifrat dhe monopatinat do të mbeten trofe të një sigurie imagjinare. Deri atëherë, plumbat do të bien më shpejt se shifrat dhe monopatinat do të mbeten trofe të një sigurie imagjinare.